Rinia ortodokse ka pasur dhe vazhdon të ketë një rol të çmuar në jetën e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që në fillimet e ringritjes së kishës, kryepiskopi Ndjer Anastasi theksoi se rinia është jo vetëm e ardhmja, por edhe e tashme e saj shpirtërore. Rinia ishte themeluar që me ardhin e folumturisë së tij, kryepiskopi të lumur dhe të bekuar i Mzot Anastasit, ishte ai i cili e themeloi këtë lidhje rinore. Dhe pikërisht fraza e tij e famshme, lapidar do të them, që rinia nuk është vetëm e ardhmja, por dhe e tashmja e kishës. Frymëzoi, themi, brezat të cilët të merrnin përsipër dhe të organizonin, të ngrinin rini, pra qendra rinore në të gjitha dioqezat dhe enoritë e kishës tonë ortodokse. Në vitin 1993 u krijua grupi i parë rinor në Tiranë, ndërsa një vit më pas u hap edhe qendra e parë rinore. Paralelisht, në qytete të tjera të vendit, filluan të organizoheshin grupe rinore në bashkëpunim me klerët dhe katekistët lokal. U ngritën 52 të tilla, pra lidhje rinore në të gjithë vendin. Deri në vitin 1998 me formimin e sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ishte vetë kryepiskopi që i mbikëqyrte pra gjithë kishën në Shqipëri, në gjitha mitropolitë që ne i njohim sot. Dhe ishte ai që ishte, si të thuash, edhe presidenti i rinisë në të gjithë kishën, ndërsa sot qendrat rinore janë nën dhe lidhjet rinore janë nën mbikëqyrjen e mitropolitëve përkatës. Sipas vizionit të kryepiskopit Anastas, qëllimi kryesor i rinisë është bashkëpunimi dhe pjesëmarrja në trupin e Krishtit përmes 4 shtyllave themelore: rritjes në Krishtin, miqësisë, dëshmisë dhe shërbimit. Sigurisht, vitet e para kanë qenë vite shumë entuziaste për të rinjt, edhe kanë qenë mjaft aktiv. Ne dimë që vendi sapo kishte dalë nga errësira ateiste, njerëzit, sidomos të rinjt, kishin shumë dëshirë dhe të etur për të ndjekur pas Perëndin, Zotin e tyre. Dhe ardhja e kryepiskopit në Shqipëri, që ishte dhe piknisja e ringritjes së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. I dha një hovë shumë të madhe edhe edukimit të krishterë, pra u ngritën zyra të veçanta, siç ishte një ndër to dhe zyra e rinisë. Grupet rinore u filluan të organizoheshin që në ditët e para, që në vitet e para, por u formësuan dhe u zyrtarizuan më pas, duke u shndërruar, pra siç tham, si në kryepiskopat e shenjtë, pra këtu ku jemi në Tiranë, por edhe në të gjithë mitropolitë e vendit. Ato funksionojnë sot, janë mjaft aktive. Lidhja rinore është ngritur mbi bazën e 4 shtyllave që janë përcaktuar nga folumturia e tij kryepiskopi i lumur i Mzot Anastasi. Pika e parë dhe më e rëndësishme ndër to është pikërisht rritja në besim, pra nëpërmjet takimeve, nëpërmjet bisedave shpirtërore, nëpërmjet katekizmit, të rinjt të marrin një njohje elementare, por jo vetëm elementare, por e një njohje më të thellë të besimit të krishterë ortodokse, të doktrinës së krishterë ortodokse. Dhe kjo bëhet e mundur, siç tham, përmes mësimeve të klerikëve, të murgjëve për shumë vite që erdhën nga Mali i Shenjtë, të teologëve të kishës, kështu që shumë njerëz janë përfshirë, po themi, në formimin shpirtëror të rinjve. Gjithashtu një pikë tjetër shumë e rëndësishme është edhe dëshmia e krishterë, pra shumë e rëndësishme që këta të rinj të mos mbeten të izoluar, të mos mbeten thjesht të grumbullohen këtu në një vend, dhe më pas të zhvillojnë ato aktivitetet e tyre dhe më pas të largohen nëpër shtëpitë e tyre, në shoqërinë e tyre, në punët, në shkollat ku ata janë, por që të rinjt duke mësuar këtu të bëhen më pas edhe dëshmitar të fjalës së Perëndisë, dëshmitar të mesazhit të Perëndisë, sepse çdo njeri për ne që është i pagëzuar në kishën e shenjtë është i ftuar nga kisha dhe nga Zoti, drejt për së drejti, që të bëhet dëshmitar i Perëndisë kudo ku ai jeton, kudo ku ai vepron, kudo ku ai është shkolluar, kudo ku ai mëson edhe kështu me radhë.
Një pikë tjetër shumë e rëndësishme ishte përveç formimit shpirtëror dhe gjithashtu dëshmisë, një pikë tjetër mjaft e rëndësishme është të rinjt të jenë pjesëmarrës aktiv në jetën liturgjike të kishës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk krijohet një grup në kuptimin e një sekti, ose për të bërë disa njerëz, siç mund ndodh në një, po themi, kur bësh pjesë e një grupimi politik, por ti këtu bësh edhe një përveç një dëshmitari, ti bësh edhe pjesë aktive e kishës, pra ti je pjesë e kishës, pra nuk je një spektator në kishë, po je aktiv. Dhe fakti që kanë qenë të shumë të rinj dhe vazhdojnë të jenë, të cilët janë të punësuar edhe brenda kishës, Kryepeshkopi u besoi dhe kisha e shenjtë u ka besuar atyre dhe role përgjegjësie brenda kishës, do të thotë që ata janë parë pikërisht për të zbatuar dhe atë thënie që thamë, për ta përmbushur atë thënie që janë edhe e tashmja e kishës. Pra ata janë të rinjt, janë pjesë e strukturave të kishës, janë pjesë e administratës së kishës, kontribuojnë në fusha të ndryshme dhe ne kemi plot të rinj që janë përfshirë. Dikur kanë qenë të rinj, se tani ka kaluar shumë vite dhe tani janë të rritur, të martuar me fëmijë, por që pikërisht kanë ardhur nga kjo lidhje, nga lidhja rinore. Por gjithashtu këta të rinj u formësuan që gjithashtu të jenë edhe pranë nevojave të kishës. Pra kisha ne dim që duket e bukur nga jashtë, por padyshim që ka do shumë angazhim, do shumë kontribute, do shumë ndihmë dhe kisha bazohet pikërisht mbi shërbimi vullnetar që ofrohen, jo vetëm besimtarët e saj, pra kur flas ata besimtarë që janë aktiv, por edhe e gjithë kisha, pra që tek fëmijët, që tek të rinjt, që tek adoleshentët, që tek të rriturit, te familjarët e prindrit, të gjithë kanë mundësinë dhe e kanë përgjegjësi të tyre që të shërbejnë brenda kishës. Pra kisha ka hapësirë për të gjithë. Dhe pika e fundit që është shumë e rëndësishme dhe kjo është pikërisht shërbimi në veprat sociale. Çfarë do thotë kjo që të rinjt, Kryepeshkopi donte që të rinjt mos ishin vetëm thjesht për të ishin pjesë, po themi, të nismave që ndërmerrte kisha, por edhe të merrnin vetë iniciativa. Pra të hidhin vetë ide. Dhe ne këto vitet e fundit, paktën që prej 10 vitesh, thuajse tashmë, tani që kurse unë kam ardhur në këtë kamp të përgjegjësi tek zyra rinore, në më të shumtën e rasteve kanë qenë vetë të rinj që kanë hedhur idet, kanë marrë iniciativa. Dhe dua të them, dua të falenderoj të gjithë miqtë e rinisë ortodokse të Tiranës. Janë të shumtë ata brenda dhe jashtë vendit, janë të shumtë edhe ata midis tyre të rinj, të cilët kanë shërbyer dhe kanë qenë pjesë e kësaj rinie, të cilët sot na ndihmojnë me nismat tona, nuk na kanë lënë asnjëherë. Dhe nisma e fundit, po themi kjo e Krishtlindjes së vitit 2025, ka qenë një nga nismat më të suksesshme që rinia ortodokse ka ndërmarrë ndonjëherë, ku ndan me qindra pako, jo vetëm në këtu në Tiranë, te vëllezërit dhe motrat tona nevojë, por edhe më gjerë. Pra, kjo ishte edhe qëllimi i formimeve, i lidhjes rinore, e bazuar pikërisht mbi këto 4 shtylla. Takimet shpirtërore dhe katekizmi janë ndër aktivitetet kryesore të rinisë. Ato zhvillohen zakonisht pas liturgjisë hynore ose gjatë javës dhe synojnë të japin të rinjve përgjigje për çështje shpirtërore, sociale dhe jetësore. Për gjatë gjithë javës ne kemi një program të veçantë. Çdo të hënë ne zhvillojmë këtu te kjo sallë studimin biblik. Jemi duke vazhduar me Ungjillin sipas Shën Llukait. Çdo të njëjtë këtu zhvillohen punë dore, janë pikërisht punime të cilat i përgatisin vetë të rinj me duart e tyre për të siguruar dhe të ardhurat për mbarvajtjen e aktiviteteve të zyrës së rinisë, të aktiviteteve rinore. Gjithashtu dhe ditën e diel ne mblidhemi këtu menjëherë mbas meshës, atë që edhe Kryepeshkopi i lumur Anastasi ka përcaktuar si liturgji pas liturgjisë. Mblidhemi të dielën, takohemi me njëri tjetrin, bisedojmë, kemi të ftuar, pra ftojmë klerik, peshkop, katekist, teolog, të cilë vinë dhe ndajnë mendime të ndryshme, zhvillojnë biseda, të cilat ndihmojnë pikërisht edhe në rritjen e dijes të rinjve. Java organizohet me takime të ndryshme, ku kemi programe të larmishme. Disa prej programeve që ne organizojmë janë takimet shpirtërore, ku ne nëpërmjet këtyre takimeve ftojmë të ftuar special me tematika kishtare dhe sociale, ku të rinjt reflektojnë mbi këto biseda, jo vetëm në jetën e tyre, por dhe në lidhje me shoqërinë ku ata jetojnë. Sa të rëndësishme janë këto tema që zhvilloni, Xheri?
për të rinjt sot? Janë shumë të rëndësishme, besoj, sepse vetë ardhja e tyre vullnetarisht janë në kërkim të diçkaje dhe këtu gjejnë veten e tyre, këtu gjejnë paqen, këtu gjejnë gëzimin, sepse në botën e sotme shohim shumë vështirë që të dëgjojnë biseda të tilla shpirtërore dhe kishtare, sepse këto biseda nuk janë vetëm pjesë të dëgjosh, por janë dhe pjesë praktike në jetën e tyre. I bëjnë pjesë praktike këto biseda dhe këto dëgjime që janë kaq të vyera. Që janë kaq të vyera patjetër për të rinj, sepse është moshë shumë e rëndësishme për ndërtimin e karrierës së tyre dhe patjetër për ndërtimin e një ardhmes së tyre. Takimet rinore të organizuara disa herë në vit ndihmojnë të rinjt të njohin më nga afër jetën e krishterë dhe të ndërgjegjësohen për shërbimin ndaj njerëzve në nevojë. Të rinjt kontribojnë vetë personalisht në këto aktivitete dhe mësojnë të ofrojnë jo vetëm nga ana financiare, por mbi gjitha duke ofruar mbështetje dhe dashuri për këta persona, dhe ashtu si kurse një familje, edhe ata tek rinia bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe i ofrojnë këto ndihmë. Dhe ata gjithashtu duke qenë njohës të mirë të shkrimit, mbështetet edhe tek vargu i cili thotë që lumturi më e madhe është të japësh sesa të marrësh. Gjithmonë kemi pasur vit mbas viti, kemi pasur prani të rinisë ortodokse dhe dua të them që edhe gjatë kohës pandemisë aktivitetet e rinisë nuk u mbyllën për asnjë ditë. Kuptohet, pavarësisht atyre sfidave që kishin dhe atyre aktiviteteve, ne ishim prezent, pranishëm, si ishim pranishëm. Ishim pikërisht pranë shumë njerëzve që ishin të sëmurë në Tiranë, që nuk ishin mundësi që të shkonin nëpër farmaci, të blinin ilaçet, apo njerëz që nuk ishte kush u çonte ushqimin, apo njerëz që nuk ishte kush u blinte ato ushqimin bazë të përditshëm. Kështu që të rinjt të organizuar në grupe ose individ nuk qëndruan të mbyllur për asnjë moment. Kështu që unë besoj që kemi shumë për të bërë padyshim, kemi shumë të rinj që ne duhet i presim. Ata vinë këtu, sigurisht jo kushdo që vjen dhe hyn te rinia, jo të gjithë ata qëndrojnë brenda këtij grupi, brenda kësaj lidhje, sepse ne dimë që karakteret janë të ndryshme. Ndoshta disa kanë pritshmëri edhe të ndryshme, por që ne këtu vazhdojmë të shërbejmë me përkushtim mësimit të Kishës sonë ortodokse, udhëzimeve të kryepiskopit tonë i Zot Joanit, që këtu dhe kjo qendër dhe kjo lidhje të ketë në themel të saj pikërisht vlerat dhe parimin e krishterë ortodoks. Një nga aktivitetet më të dashura për të rinjt janë kampet verore për vajza dhe djem, të cilat organizohen çdo vit në manastire të ndryshme të vendit, duke ofruar edukim, lutje dhe argëtim. Kampet verore organizohen tashmë për 4 vitesh. Këto kampe organizohen në përkujdesjen e klerikut dhe të koordinatorëve. Në këto kampe të rinjt lidhin besimin me jetën e tyre të përditshme nëpërmjet aktivitetit të larmishëm të kampit, siç janë pjesëmarrja në jetën adhuruese, në pelegrinazhe të ndryshme që zhvillohen në punën e dorës, pra janë në një ambient jo thjesht relaksues dhe pushimi, por mbi të gjitha në një ambient shpirtëror ku ata përpiqen të jenë bashkëpunëtor me njëri tjetrin dhe të jenë më të përgjegjshëm dhe të kontribuojnë vetë në këto kampe. Rinia ortodokse është aktive dhe në ndihmën ndaj njerëzve në nevojë, në dhurimin e gjakut, në pastrimin e mjedisit, si edhe në punime kishtare dhe aktivitete kulturore. Ata të gjithë që vinë këtu, që vinë me lirinë e tyre, që vinë me dëshirën e tyre, ne do t'i mirëpresim dhe vazhdojmë t'i mirëpresim, edhe falë edhe stafit që na ndihmon, një staf të përkushtuar, të cilët që u qëndrojnë pranë, u gjenden pranë, me sjelljen e tyre, me fjalët e tyre, me përkushtimin e tyre. Mundohemi që të krijojmë një ambient sa më miqësor, por gjithashtu një ambient sa më familjar, ku në themel të ketë mësimet e Kishës së Shenjtë. Pra, ne nuk bëjmë kompromis me moralin e krishterë, as me mësimin e Kishës ortodokse. Kështu që kjo mbetet një parim që nuk mund të shkelet, as nuk cënohet, nuk mund të cënohet. Padyshim që mund të ketë pas edhe raste të tilla, domethënë, por që lavdi Zotit pjesa më e madhe e tyre janë ndjen mjaft komod. Së pari, duhet të them që kanë qenë të shumtë, sidomos këto 2 vitet e fundit, mbi 50 të rinj të cilët janë pagëzuar në Kishën tonë të Shenjtë,
të cilët ne i kemi takuar rastësisht në katedrale, ose kur ne shpërndajmë ato ftesat që her pas here në mënyrë periodike ne i shpërndajmë në fund të liturgjisë hynore, ditën e diel që kryhet edhe liturgjia hynore këtu në katedrale, apo dhe në festat e mëdha, apo dhe kur dalim me ato punët e dorës që ne i shesim aty tek sheshi katedrales, të kemi mundësi që t'i takojmë me këta të rinj, t'i ftojmë, dhe jo vetëm që janë pagëzuar, pa ta vazhdojnë të jenë edhe sot, edhe kësaj dite të jenë një pjesë shumë aktive e kishës sonë ortodokse. Do të përmendë një detaj shumë të bukur, sepse para disa vitesh ne deshëm që të rinjt, sidomos në nismën e Krishtlindjes, mos jemi vetëm thjesht të shpërndajmë ato çfarë ofrojnë besimtarët, çfarë na dhurojnë besimtarët, por gjithashtu dhe ata të marrin vetë iniciativa. Dhe për 2 vite rresh kemi marrë iniciativa si tek shtëpia e nënave të shtëpia e dashurisë që është në qendër Thavor, një institucion e ngritur nga kisha për nënat tona të bekuara, por gjithashtu edhe për shtëpinë e shpresës që gjendet në Shëmblash të Durrësit, ku atje strehohen bijtë kishës, të cilët kisha i ka marrë në patronazh, në mbikëqyrje, në kujdes, dhe janë vetë rinj të cilët ata kujdesen për të përzgjedhur dhuratat e tyre me mjaft dashuri, mjaft përkushtim, pavarësisht se një pjesë e tyre më e madhe janë për shkollë, janë student, por sërish ata mundohen që të mbledhin ato pak lekë që u mbeten, ti mbledhin dhe ti ofrojnë për të tilla nisma. Jam shumë i lumtur kemi një grup të jashtëzakonshëm, të themi, sidomos grupin që kemi tani. I shikon çdo ditë nëpër shërbesa, në shërbesën e mëngjesores, në shërbesën e mbrëmsores. Nuk ka ditë që nuk i shikon aty. Një pjesë janë në punë tani, vazhdojnë të punojnë, na nderojnë aty ku punojnë, edhe këtë këshillu dha dhe kryepiskopi Joan, që ta nderojnë dhe të na nderojnë kishën tonë kudo ku ata janë, edhe në punët që ata aty ku punojnë, aty ku shërbejnë, aty ku janë në shkollë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra, dëshmia mbetet e pranishme në çdo aspekt të jetës, në çdo vend ku ata ndodhen dhe ku ata janë. Ne jemi pranë të rinjve gjithkohës dhe në takimet rinore jo vetëm të vjetër na vinë, por vinë dhe shumë të rinj, që shprehin dëshirën e tyre, me lirinë e tyre, vullnetarisht, na shprehin dëshirën për të marrë pjesë në studimet biblike, për të marrë pjesë në katekizëm, dhe shohim ndryshimin e tyre, shumë të madh. Edhe si në jetën shpirtërore? Si në jetën shpirtërore dhe në jetën sociale që ata kanë jashtë, dhe patjetër shohim një ndryshim shumë të madh tek ata. Gjithashtu kemi parë që këta të rinj, të cilët janë bërë pjesë e rinisë ortodokse, kanë vazhduar këtë aktiviteteve gjatë jetës së tyre të përditshme. I shikojmë një pjesëmarrje shumë të rregullt të tyre në shërbesat e përditshme që ndodhen në kishë, në mbrëmsore, në mëngjesore, në liturgji hynore, dhe shikojmë domethënë që ata duan një vend ku të ndihen të pranuar, të dëgjojnë, të mësojnë dhe rinja është pikërisht ky vend ku ata gjejnë veten e tyre. Gjithashtu ky ndryshim shumë i madh, dhe jo vetëm për veten e tyre, për të rinj, po fjalë, por ndryshimi vjen edhe tek familjet e tyre. Se duke bërë pjesë e kishës një njeri ose re, kjo sjell dhe ndryshimin tek familjet e tyre, ku shprehin dëshirën, dhe kemi parë raste ku të rinjja pagëzuar dhe mbas 2-3 vitesh ose një viti pagëzohen dhe familjet e tyre. Përmes këtyre aktiviteteve, rinia ortodokse ka dhënë një kontribut të çmuar në edukimin shpirtëror, kulturor dhe shoqëror të rinjve, duke mbetur një shpresë e gjallë për kishën dhe për shoqërinë shqiptare. Duam të afërmin tonë si veten tonë. Ne këtu u ofrojmë një dashuri të vërtet, dashuri reale, ajo që njihet si agapi, një dashuri që është sakrifikuese. Një dashuri që nuk kërkon të sajt, një dashuri që nuk është egoiste, por një dashuri të vërtet, siç na mëson Kisha e Shenjtë, siç na mëson kryepiskopi i Zoti Joani, siç na mësojnë të gjithë etrit e Kishës sonë ortodokse. I mirëpresim, besoj e di që në këtë vorbull, në këtë trend të themi mjaft sfidues që ofron koha, që ofron periudha, unë besoj që njerëzit kanë nevojë pa dyshim, sidomos të rinj kanë nevojë për Zotin. Dhe ata të rinj që e njohin Zotin në rinjin e tyre. Madje ne kemi vargjet në shkrimin e shenjtë, sidomos në fjalët e urta të librit e urtësia e Sirakut, që i frymëzojnë të rinj që të ndjekin mësimin e Zotit, të mësojnë rreth parimeve dhe moralit të krishterë, moralit të krishterë ortodoks, ashtu siç Kisha e Shenjtë e mëson dhe udhëzon. Këtu do ta gjejnë padyshim pra gjithë ata që kanë këtë pritshmëri për të mësuar për Zotin e vërtet, për dashurinë e tij, mund ta gjejnë këtu në këtë vend, në këtë lidhje rinore.